diplomatike apo nga ana intelektuale më shumë flitet me tifozllëk se sa me realitet. Të flasim një realitet. A janë fëmijë ato në Gaza që vritën? Po edhe qofshin fëmijët e çifutëve, ne kemi qenë ato të cilët i kemi mbrojt jahudit në luftën e dytë botërore. Edhe i kemi mbajtur në shtëpiat tona. Dhe prap do ta bënim nëse ato do të ishin viktima. Mirë, po në këtë rast, nëse vinë kriminalë dhe nuk mund t'i strahojmë ato. Është pa diskutueshme. Si mund të ndihmoj komuniteti musliman sa i takon mos përshkallëzimit të retorikës ose të le të themi të radikalizimit? Ka një lloj frike dhe ju e përmendet edhe zoti Robelli e përmendi. Komuniteti musliman duhet të kishte rol shumë të madh këtu. Duhet të ishte direkt pas shtetit ai i cili të sensibilizonte dhe të vepronte me mënyrat, me të diturit, me profesor, me akademik, me gjithë që të sensibilizoj situatën dhe të thuhej njerëzve realiteti. Por realisht siç e dini, edhe komuniteti musliman udhëhiqet nga një rrymë e cila është gyleniste dhe ato nuk e kanë primare këtë punë, domethënë nuk gati duket sikur s'ju intereson fare, vetëm një reagim ka pas kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahia gjatë këtij bajrami që unë e quajta reagim. Po dhe më thonë ka 2 vite lufta që vaza vriten fëmijë, coptohen, gra, pleq, shkatrohen xhamia është shpirti dhe zemra jonë. Edhe si mund ta lejojmë? Për shembull, lagjen time aty është një sinagogë, po ne kemi menduar ndonjëherë ta prekim sinagogën. Ka dy qëndrime brenda komunitetit musliman të Shqipërisë sa i takon çështjes së këtij konflikti. Apo janë më të unifikuar muslimanët shqiptarë? Se ato nuk janë prononcuar. Tani se praktikisht ju e thatë që janë 2 qëndrime. Po, siç unë e theksova, pra kemi të bëjmë po ashtu ne edhe Iranin, nuk kurse kemi pa Iranin domethënë në favorin tonë, se kur ka ardhur puna për kundra sunitëve, Irani për shembull ka vepruar kundra. Ndërsa kur vjen çështja që sulmohet Irani, neve me ndjenja fetare dhe njerëzore jemi kundra luftës. Edhe nuk jemi absolutisht dakord që të vriten atje njerëz pavarësisht kush janë ato. Mos siç e theksova, qofshin edhe krahu i atyne që të cilët kanë vrarë dhe kanë torturuar musliman. Ne duhet ta dimë se në Shqipëri jemi 75% musliman dhe ne jemi të lënduar shumë zemrat tona me atë çka ka ndodhur në Gaza. Por në këtë situatë realisht domethënë është një padrejtësi e madhe që i bëhet Iranit pavarësisht kush është. Sepse siç e tha edhe profesori që ato pushtuan Irakun siç thot tani Benjamin Netanyahu, ishim ne ato që iniciuam dhe nuk u gjetën armë bërthamore, po këtu nëse nuk do të gjenden armë bërthamore, si do të justifikohet vrasje e mijëra apo mund të shkojë miliona njerëz, sepse tani ka armë shumë të rrezikshme që mund të shfarosin një qytet të tërë. Ato janë katastrofike. Absolutisht jemi kundra. Okej, Xhevi, sa i takon gjithë reagimeve ndërkombëtare lidhur me këtë sulm, kemi qasjen e Kinës, kemi qasjen e Rusisë, ndërkohë kemi edhe komunitetin evropian. Çfarë detajesh ka tjera në tryezën e madhe gjeopolitike? Faktikisht tani që po flasim, po bëhet gati që të mblidhet edhe Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara, ku natyrisht që është kërkuar nga Rusia, Kina dhe vende të tjera për të diskutuar pikërisht për atë çfarë ndodhi, pra për sulmin. Gjithashtu është dënuar në termat më të ashpra, si nga Rusia, si nga Kina, ai veprim i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke konsideruar që është cënuar sovraniteti i një shteti të pavarur siç është Irani, pasi deri më tani edhe disa ditë më parë apo gati një javë nuk ka qenë Irani që ka sulmuar Izraelin, por ka qenë anasjellës, ka qenë Izraeli pikërisht që sulmoi fillimisht parë Iranin duke pretenduar që po mundohen që të vetë mbrohen me atë ideologjinë e tyre që është tash sa muaj, ndoshta mund të themi që është bërë një vit për të drejtën e vetë mbrojtjes dhe Irani nuk ka pasur asnjë aktivitet dhe preteksti i qeverisë izraelite për këtë shënjestrim të parë ka qenë pikërisht se
po financon sërish Hamasin, po financon gjithashtu edhe militantët e tjerë për rreth Izraelit në atë që është konsideruar nga qeveria Tel Avivit si rrethi i zjarrit pra në militantët si Hezbollahu, gjithashtu edhe antarët e Hamasit apo edhe Huthit në Yemen. Dhe pikërisht për të dobësuar këtë, ka pretenduar vetë kryeministri Benjamin Netanyahu që po mundohet që të godas atë burimin kryesor të financimit të tyre dhe prandaj ka reaguar. Dhe menjëherë ka kërkuar edhe ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës që fillimisht u pa sigurisht